Burgjet e Kosovës vazhdimisht pranojnë edhe të dënuar të cilët kanë probleme psikike. Teksa numri vlerësohet të jetë në rritje, sipas shërbimit korrektues, trajtimi këtyre personave mbetet sfidë e madhe. Por natyrisht që mbetet sfidë sepse kapaciteti në Institutin e Psikiatrisë Forenzike është shumë i vogël, edhe ka raste kur ballafaqohemi me probleme të ndryshme si institucione. Për përmirësimin e situatës, ky institucion ka ndërmarrë disa hapa, por vlerësohet se ende ka punë në këtë drejtim. Kemi themeluar institucionin për trajtimin e personave me nevoja të veçanta, i cili është shembull në rajon me mbështetjen e qeverisë dhe ambasadës amerikane, natyrisht edhe trajnimin e stafit nga Këshilli i Evropës dhe Oleksit, sot është domosdoshmë institucion model. Mbyllja apo izolimi për ta krahas problemeve tjera, sipas psikologëve, është ngarkesë shtesë, saqë trajtimi duhet të jetë më i veçantë për të shmangur sjelljet negative. Duhet të rekrutojmë më shumë staf profesional brenda qendra korrektuese në mënyrë që të kenë më shumë shërbime dhe shërbimet të jenë pranë të burgosëve në mënyrë që ata të mos thellohen më shumë në krizat e tyra mendore dhe psikike që natyrisht i vuajnë. Pa treguar për numrin e saktë të personave me probleme në shëndetin mendor, sipas SHKK-s, numri i përgjithshëm i të burgosurve në të gjitha qendrat korrektuese është 1720.